Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani e vlerëson si profesional aktgjykimin e gjykatës kushtetuese lidhur me rrëzimin e dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit, si dhe afatin shtesë për zgjedhjen e presidentit. Profesori së drejtës ndërkombëtare në një intervistë për Kosova Press thekson se ndonse arsyetimi juridik i vendimit është korrekt, gjuha e përdorur në dispozitiv reflekton një farë hezitimi të gjykatës për ta emërtuar drejt për drejt situatën si vendim kundërkushtetues të Osmanit, siç thotë, për shkak të frikës dhe presionin që ish bërë këtij institucioni në vitin 2025. Megjithatë, ai sqaron se aktgjykimi nuk prodhon pasoja direkte juridike për presidenten, pasi objekti i shqyrtimit ka qenë vetëm kushtetutshmëria e dekretit dhe jo përgjegjësia e saj personale. Gjykata ka theksuar se dekreti i presidentes së Republikës për shpërndarjen e kuvendit nuk ka prodhuar asnjë efekt juridik. Kur një akt juridik nuk prodhon asnjë efekt juridik, atëherë kemi të bëjmë me pavlefshmëri absolute të aktit. Ky është një emërtim tjetër për të thënë se dekreti ka qenë tërësisht kundërkushtetues. Këtë nuk e ka thënë gjykata për shkak të frikës dhe presionit që ka pasur vitin e kaluar dhe në raste të tjera. Ai shton se ky konstatim e bën dekretin për shpërndarjen e kuvendit juridikisht të pavlefshëm, sikur të mos kishte ekzistuar fare, duke cilësuar këtë si shkallën më të lartë të kundërkushtetueshmërisë. Në këtë kontekst, Hasani konsideron se Vjosa Osmani ka gabuar me vendimin për shpërndarjen e kuvendit, pasi një kompetencë e tillë sipas tij nuk ekziston në asnjë sistem parlamentar evropian, si kompetencë autonome e krejut të shtetit. Asnjë pasojë nuk mund të ketë për zonin Osmani, sepse objekti i çështjes nuk ka qenë vlerësimi nëse presidenti i Republikës ka shkelur Kushtetutën e Republikës së Kosovës, por nëse dekreti i presidentit të Republikës së Kosovës për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës në vetvete është kushtetues. Sipas tij, çdo procedurë eventuale ndaj presidentes duhet të iniciohet veçmas nga të paktën 40 deputet në gjykatën kushtetuese, të cilët duhet të argumentojnë shkeljen e kushtetutës duke mbështetur edhe në këtë aktgjykim. Hasani gjithashtu thekson se një procedurë e tillë është ndarë nga çështja e shkarkimit të presidentit, i cili kërkon shumicë prej 2/3 në kuvend, duke e bërë këtë një proces politikisht të ndërlikuar. Nëse dikush mendon se zonja Osmani ka shkelur Kushtetutën e Kosovës, mund të nisë procedurat para gjykatës kushtetuese. Në një procedurë të tillë, aktgjykimi i sotëm shërben si fakt dhe pala iniciuese duhet të arsyetojë sakt pse dhe si zonja Osmani ka shkelur Kushtetutën e Kosovës. Pra, thënë me fjalë të tjera, pala që nis një procedurë të tillë, 40 deputet të kuvendit të Kosovës duhet të argumentojë shkeljet kushtetuese që kanë qenë objekt shqyrtimit të aktgjykimit të sotëm.